Fshati turistik i Voskopojës, përveç turizmit malor që ofron, ka edhe turizmi kulturor ose e thënë ndryshe, kishat qindravjeçare, të cilat datojnë prej shekullit të 17. Por në fakt, duket se vitet e fundit, këto kisha janë lënë disi jashtë vëmendjes së shtetit, e më konkretisht Ministrisë së Kulturës. Këto kulte fetare, jo pak herë, janë bërë prej grabitësve të ndryshëm, të cilët përveç se grabitjes kanë dëmtuar edhe afresket e ikonat e këtyre kishave. Kryetari i komunës së Voskopojës, Nexhib Baçelli, e lidh dëmtimin e tyre dhe me kushtet atmosferike, të cilat i kanë dëmtuar tmerrsisht këto ikona, duke i sjellë në këtë gjendje. Por dora e njeriut dallohet edhe më tepër, për shkak se në një pjesë të mirë të tyre janë zhgaravitur dhe emra të ndryshëm. Ne kemi kërkuar që në këto kisha, të vëmë edhe sistemet e alarmit, mbasi gjatë viteve kemi pasur probleme me njerëz të liq, me njerëz keqberës, që na kanë dëmtuar ikonostaset veçanërisht në kisha dhe veçanërisht te kisha e Shëntanasit. Për mbrojtjen e kishave qindravjeçare, Ministria e Kulturës duket se ka gjetur një zgjidhje, me qëllim mbrojtjen e ikonostaseve dhe këmbanave, vendosin e sistemit të alarmit.